fuqishme. Sepse për pjesën tjetër do merret e gjitha është Bashkia e Durrësit që është në mes. Dhe janë para publike, para që do dalin nga qytetarët e Durrësit, se do merren me infrastrukturën, me të gjitha problemet që ka zona. Dhe vazhdojmë të kemi në fund dhe këtu është gjithë problemi dhe ju ftoj që ta ndiqni, unë kam në dokumentat kush është interesuar ja u vënë dispozicion. Pritet që në fund mbasi pranë procesi, pra kemi një vlerë deri në 6 milion, por nuk dihet se sa do hedhë ADF-ja. Vlera shqiptare nuk është e sqaruar. Thotë që merr përsipër Bashkia e Durrësit deri që 50.000 euro do t'i japi bidit, e cili është një sektor menaxhues që do të krijohet mbrapa, dhe këtu nuk kemi sqarime ore ky bidi që do të krijohet, që do të menaxhojë zonën mbrapa. Sa përqind ka ADF-ja? Sa përqind ka Bashkia e Durrësit? Se në qoftë se bëhet fjalë, siç kemi parë në projekte të tjera, që parat pasi të bëhet investimi, që do të jetë investim ndofta më i madh i palës shqiptare se sa i ADF-s. Po si do të ndahet? Me çdo drejt bidi do të menaxhoj të tërë zonën dhe unë mos di se sa do të marrë palë shqiptare. Se më thonë të drejtën, pavarësisht se Bashkinë e Durrësit nuk e ka forca jonë politike, do të isha plotësisht dakord që ta menaxhonte Bashkia. Se ka dhe 2 metra larg. Pse duhet të jetë bidi dhe ADF-ja mbrapa pjesë e menaxhimit? Ku shkojnë parat?